Thuhet se njeriu që e do me të vërtet e dashuron dy herë. Herën e parë dashurohesh me buzëqeshjen e tij, me humorin, me mënyrën si të bën të ndihesh. Sheh anën e bukur, atë që ua tregon të gjithëve. Gjithçka duket e lehtë dhe pa mundim, por me kalimin e kohës zbulon edhe anën tjetër. Frikrat që nuk I rrëfen askujt, plagët që ende nuk janë shëruar, pasiguritë, gabimet dhe ditët kur nuk është në formën e tij më të mirë. E shef si reagon kur është I lodhur, I mërzitur apo I zhgënjur. Pikërisht në atë moment shumë njerëz largohen. Sepse dashuria nuk është më vetëm emocion, bëhet zgjedhje. Nëse vendos të qëndrosh edhe pasi ke parë të mirat dhe të metat, atëherë fillon dashuria e dytë. Dhe ajo është ajo që ka vlerë. Dashuria e parë lind vetvetiu. Dashurinë e dytë e zgjedh me vetdije. Sepse është e lehtë të duash dikë kur gjithçka shkon mirë. Dashuria e vërtet është të qëndrosh pranë tij edhe në ditët e vështira, kur buzëqeshja zbehet, por zemra mbetet e njëjtë.